këtu me parashikimin e datës 3 korrik të 2026. Duke se kemi të bëjmë me një ditë shumë ndikuese, një ditë që vërtet nga njëra anë na ndihmon disi për të marrë vendime, kurse në anën tjetër na mëson që duhet të bëjmë kujdes në çështjet e rëndësishme në lidhje me disa takime, me disa bisedime, por meqense koha tregon ndryshe, i do thotë një nga ndikimet më të mëdha që ka të bëjnë data 3 korrik. Kjo është një ditë më shumë për vëzhgim për një kënd apo një ndikim për një çështje që lidhet me ekonominë, por nga njëra anë na ndihmon për çështje ekonomike financiare të bëjmë zgjedhjen e duhur, por edhe pse nuk kemi domosdoshmërisht një kënd të madh që dominon ditën, por klima mbetet e ngarkuar nga Marsi në binjak dhe Mërkuri në retrograd në Kafore. Kjo do thotë se fjalët, çfarë flitet, duhet pasur kujdes, duhet të jemi të vëmendshëm çfarë neve themi. Dhe gjithashtu ndikimi që kanë të bëjnë në lidhje me dokumentacionet, kontaktet, bisedat familjare dhe vendimet të përditshme që të trajtohen me kujdes, do ishen të mirën tonë. Ndikojnë më shumë shenjat e ndryshueshme, si janë binjakët, virgjëresha, shigjetari dhe peshqit, sidomos të 10 ditët të parë për shkak të energjisë së Marsit në binjak, por dhe shenjave të ndikimit të madh, do thotë gafore, bërcap, dash dhe peshore. Sidomos të 10 ditët të tretë për shkak të Mërkurit në retrograd. Por kjo ditë nuk është ndikimi që më i madh ose diçka që mund të kemi probleme se çfarë mund të ndodhi. Dita është e mirë për të rishikuar bisedat, për të përgatitur dokumentat pa i mbyllur ende përfundimisht, për të kontrolluar oraret, për të parë dhe për të bërë plane për punën, për të organizuar shtëpinë dhe për të dëgjuar shumë për ndikimet që kemi mundësi që na jepen. Por gjithashtu ka dhe diçka shumë të rëndësishme në anën tjetër për sa i përket vendimeve, për sa i përket çështjeve të rëndësishme dhe karrierës, sepse karriera është në ndikimin më të madh që ka të bëjnë në kohën më të madhe për arsye të punës, për arsye të gjërave të tjera që do të kemi. Gjithashtu ka të bëjnë shumë me çështjet që lidhen me ekonominë, lidhet dhe me biznesin, disa premtime që kemi bërë. Por gjithsesi, mirë është në lidhje me çështjet e blerjeve që kemi për të bërë, do ta mendojmë pastaj të vendosim. Për marrëdhëniet, dita mund të ndihmojë në sqarime nëse ka çështje të tilla për punë ose në detajet që neve kërkojmë në çështje ekonomike. Dita favorizon rregullimet dhe organizimet tona që të jemi të gatshëm të përgjigjemi kërkesave që mund kenë të tretët ndaj nesh ose neve të nisim diçka të re në këtë drejtim. Tani, pa humbur kohë, para se